Kandidati i pavarur për komunën e Kërqovës, Shkodrana Lili, ka filluar fushatën dhe takimet me mërgjimtarët. Në një takim në Zvicër, ai premtoi ndërtimin e spitalit të Kërqovës brenda 2 vitesh. Qëllimi im kryesor për sot është që përpara jush të premtoj spitalin e Kërqovës. Në afat prej 2 vitesh, ai do të ndërtohet. Këto jemi ne, me zgjidhje konkrete, me plane konkrete, jo me diskutime. Nga AKI reaguan duke thënë se spitali duhet të ndërtohet nga Ministria e Shëndetësisë e jo nga komuna. Ligji për vetëqeverisje lokale, neni 22.9, komuna është kompetente për mbrojtjen dhe përparimin e shëndetit publik. Kjo nënkupton se komuna mund të organizojë fushat edukative, të mbështesë qendrat shëndetësore lokale dhe të promovojë shëndetin publik, por nuk ka kompetencë për të themeluar spitalin publik të përgjithshëm në komunën tonë. Me fushatën, tani më ka filluar prej ditësh edhe kandidati i Vlenit Fatmir Limani, i cili ditë më parë në një takim me mërgjimtarët në Friburg, tha se synimi kryesor ka arsimimin në Kërqovë. Problemi më i madh dhe çështja e cila duhet zgjidhet urgjentisht është çështja e arsimit në Kërqovë, me gjitha problematikat që duke filluar nga profesorët. Më 19 tetor për Kërqovën ngaron edhe VMRO DPMN-ja me Aleksandr Jovanovskin.